Mbrëma, përshëndetje të dashur teleshikues në RTS Gjirokastër, jemi rikthyer në emisionin e Marta Sportive. Ndryshe nga herët e tjera, unë emisionin e sotëm ja kam dedikuar një tjetër teme, asaj që ka të bëjë me disa nisma që kanë nisur së fundi, si ajo që është bëu arbitër. Dhe për të folur për këtë temë, për të vazhduar pastaj për luftëtarin dhe për kategorinë superiore, në studio kam Pajtim Goxho mi mbrëma mirë ke ardhur dhe Anel Gozhitër mi mbrëma mirë keni ardhur. Anel, po e filloj me ju këtë emision të sotëm. Çfarë është kjo nisëm, bëj arbitër? Në fakt, bëu arbitër është një nisëm pak më e madhe se sa shqiptare. Me indicje nga UEFA, pothuajse një pjesë e mirë e organizatave futbollit në shtete aplikojnë dhe kanë hapur, si të thuash, aplikime për të rekrutuar arbitër të rinj, të cilët natyrisht kanë pasion për futbollin, por në përgjithësi pjesa e njerëzve të cilat apo e lojtarëve që kanë qenë ish lojtar apo lojtarë të moshave, sepse siç dihet arbitrimi fillon me moshat. Kështu që në këtë kuptim edhe Federata Shqiptare e Futbollit mbi bazën e këtij udhëzimi ka miratuar këtë nisëm dhe gjatë ndeshjeve të gjitha kategorive në Shqipëri aplikon një lloj reklamimi, le të themi, në daljen e nxehmis, le të themi, dalin ose në prezantimin e parë, domethënë gjatë arrestimit, dalin me një bluze ku shkruhet bëu arbitër. Gjithashtu gjatë ndeshjeve vendoset një shirit në krahun e majt për të reklamuar përsëri të njëjtën me të njëjtën ndërlidhje. Kjo është në gjitha ndeshjet që luhet në abinet superiore apo edhe në kategorinë e parë? Ja, kjo nisëm është në të gjitha kategoritë. Në të gjitha kategoritë. Përfshi kategorinë e parë, kategorinë e dytë, në të gjitha kategoritë. Kështu që me idenë, domethënë, për të afruar sa më afër, sa për të pasur sa më tepër mundësi për të jo vetëm për të rekrutuar, por në fund edhe për të përzgjedhur midis atyre rekrutimeve, sepse jo të gjithë mund të ecin ose shansi, le të themi, nuk është se u jepet gjithë. Kështu që është një shans i mirë për të gjithë të rinjt, me gjej rastin e beneficiarit, domethënë këtë rast, që gjithë të rinjt që kanë dëshirë dhe e njohin në pjesën e futbollit të fillojnë të bëjnë të angazhohen me trajnime të dhura dhe për të bërë pjesë e këtij sporti të bukur që mban gjallë pothuajse pjesën më të madhe të botës. Në Pajtim, ju keni qenë ish arbitër apo jo? Aktualisht jeni vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbollit. Që të bësh një arbitër i mirë, çfarë cilësish duhet të ketë një arbitër, çfarë komponentësh duhet përmbush një gjyqtar i ri, po them një arbitër i ri, dhe siç tha dhe Aneli pak më lartë, kur fillon ky stad? Fillon që nga moshat e reja apo dhe duke mbaruar një karrierë si futbollist mund të bësh arbitër? Tani unë doja të shtoja që kjo nisëm, siç e tha dhe Aneli, është marrë nga FIFA dhe Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Bashkimin e Arbitrave të Shqipërisë kanë marrë këtë nisëm me bëu arbitër dhe të gjithë arbitrat në këto ndeshje dalin me logon, veshin nga një bluzë të bardhë të tëra kategoritë me logon bëu arbitër. Kjo është një fushat që bëhet me qëllim që pasi pra cili është qëllimi? Qëllimi është pasi sporti jo vetëm botëror, po edhe në Shqipëri ka nevojë për arbitra. Aktualisht ka arbitra dhe ka shumë kolegjume arbitra që i kanë mangësi në arbitra. Gjithashtu është rritur dhe numri i madh i aktivitete sportive, duke filluar që nga moshat, zyrat rajonale që janë për rrethe, siç ka dhe Gjirokastra, zyrën e saj, dhe ka nevojë për arbitrat. Duhet të kemi parasysh që arbitrat nuk janë në kuptimin e mirëfillt profesionist. Pra bëjnë një aktivitet part-time, janë në një punë tjetër dhe bëjnë aktivitet fizike dhe stërvitje fizike, teorike, praktike, me qëllim që të ndryshe nga futbollistët që janë profesionistë dhe paguen, kanë kontrata të rregullta, arbitrat kontratën e kanë vetëm me Bashkimin e Arbitrave të Shqipërisë, të cilët kur mblidhet komisioni cakton ndeshjet. Tani duhet të dalte pyetja të çfarë cilësisht duhet të kesh që të bësh një arbitër. Unë them se edhe të bësh arbitër fillon që nga moshat, që nga fëmijët, siç vinë fëmijët që lozin futboll, po kështu fëmijët mund të fillojnë të bëhen
të marrin drejtimin që të bëhen arbitra të drejtojnë ndeshjet e futbollit. Dhe nuk ka limit moshe. Limit për të futur në stadin e arbitrave që quhen arbitrat që janë të licencuar duhet të mbushin moshën 18 vjeç. Dhe ka një limit moshe deri në 45 vjeç për kryesorët dhe deri në 47 vjeç për asistentët. Këto janë rregullat të përcaktuara nga FIFA dhe nuk janë për të gjithë. Një flas tani që për punën e të rinjve që duhet të bëjnë arbitër, duhet të kenë në radhë të parë të kenë përgatitje të mirë fizike. Pajtim, më fal, unë kam pyetje për të vazhduar më poshtë, por më kujtohet hershëm, ndjes këtë Asit Mema, profesori juaj, apo jo sepse keni patur profesor, u kam mësuar për të arbitruar, nuk linte ndeshje pa parë dhe pa ndjekur, ku pikas edhe element të veçantë për t'i bërë arbitra, madje nuk ka munguar dhe të bënte për vete dhe shumë vajza, do të thënë të reja, flasim këtu e 20 ca vjet para këtu në Gjirokastër. Do të thotë që mund të fillosh që nga moshat e vogla? Po, mund të fillosh që nga moshat e vogla. Ti e përmende ndjes pas profesor Astritin, ishte një periudhë ku kolegjiumi i Gjirokastër nuk ishte arbitra. Dhe me dëshirën, me iniciativën e tij, ai, si të them, rekrutoi disa djem që kishin luajtur futboll, që kishin dijen për futbollin dhe bëri një kolegjium në krahasim me rrethet tjera goxha të mirë dhe që kishin goxha aktivitet në ndeshjet e kampionatit shqiptar, qoftë në kategorinë superiore që quhet sot, qoftë në kategorinë e parë dhe qoftë në kategorinë e dytë. Dhe, si të them, ndërthuri disa breza. Arriti deri atje që për herë të parë Gjirokastra të kishte një arbitër me sistemën e FIFA-s. Gjithashtu dua të theksoj që treshja e parë e gjyqtarëve femra në Shqipëri ka qenë nga Gjirokastra dhe kjo që merite e Astritit. Sot aktualisht ka djem të rinj kolegjiumi i Gjirokastrës, po është ajo që thash që ka mangësi akoma dhe u bë thirrje shumë djemve që ka njohuri për sportin, mirë me sport, veçanërisht me futbollin, që të aplikojnë tek kolegjiumi i gjyqtarëve të Gjirokastrës dhe të fillojnë stërvitjen. Stërvitja bëhet stërvitje fizike dhe gjithashtu dhe stërvitje praktike në fushë, gjithashtu dhe ana teorike e rregullores së futbollit. Ndaj them që kjo nisëm që është marrë është me këtë qëllim që të shtohet sa më shumë numri i arbitrave, sepse ka shumë aktivitete sportive, moshat e të gjitha në Shqipëri që duan që të ketë gjyqtar futbolli. Gjithashtu duhet të shtoja që edhe këta arbitra që janë aktualisht, jo të gjithë për shembull kapin atë stadin që mund të kapin sistemën e FIFA-s, jo të gjithë vënë superiore. Kjo varet nga performanca që ata kanë në çdo ndeshje futbolli, duke u vëzhguar, duke marrë notat respektive dhe komisioni që mblidhet i shikon, i verifikon dhe logjikon që filan arbitër ecën më shumë, ka më shumë merita. Të tjerët për shembull që bëjnë gabime dhe penalizohen, që nuk marrin ndeshje të një kategorie më lart, marrin ndeshje një kategorie më poshtë. Kështu që sa më shumë të rinj me perspektivë të keq, aq më mirë është për botën e futbollit. Anel, ju keni vite që jeni delegat apo jo në pranë Federatës Shqiptare të Futbollit dhe e njihni, do të thoja pak a shumë këtë situatën e arbitrave. Një arbitër, po themi profesional dhe kompetent në fushë, çfarë duhet bëj? Tani futbolli nuk është një shkencë eksakte. Këtë duhet ta kemi parasysh. Kështu që për jashtë pjesën e rregullores, e cila kërkon interpretim korrekt sepse rregullori është ajo që është dhe por nisur nga shumë faktorë të fushës, duhet të ketë paktën një komunikim korrekt, strikt, por aty ku duhet edhe këshillues, aty ku duhet edhe shoqëror, kjo në varësi të dinamikave ka ndeshja, që loja sjell, të kemi parasysh që futbolli ka dhe nerv, ka dhe si çdo sport tjetër. Kështu që këto gjëra duhen ekuilibruar aty për aty. Normalisht që gjatë ndeshjes, gjatë zhvillimit të ndeshjes duhet të jetë sa më afër me zhvillimit të aksionit në mënyrë që ndodh shpesh që edhe lojtarët ndonjëherë janë pak kënaqur nga vendime, por kur arbitri është aty dhe në momentin që
që lojtari rrëzohet në tokë dhe çon kokën shef arbitri, normalisht që në këtë moment domethënë kupton që ky është një arbitër që qëndron afër dhe ka parë saktë atë çfarë. Padashi Anil dole tek pyetja që unë kam programuar për të drejtuar të dyve së bashku. Cili është pozicioni e arbitrit në fushë? Pra kjo që thatë ju që arbitri duhet të jetë sa më afër aksionit, duhet të jetë sa më afër. Kjo mund të ishte një pyetje më mirë për pajtimin në fakt. Jo, duke qenë se unë kam që vetë arbitër, doja të shtoja që një arbitër kur futet në një ndeshje Tomi duhet të jetë i përgatitur mirë të paktën nga ana psikologjike. Se çfarë përfaqëson kjo ndeshje që do zhvillohet në disë ekipeve. Si është fusha, si është tereni, si është moti, si është koha. Duhet të shikoj bashkëpunimin që ka me të dy asistentët dhe me arbitrin e katërt, pozicionimin që duhet të bëjë ai në fushë. Duke qenë se ndeshja luhet 90 minuta ka situata nga më të ndryshmet. Ka situata edhe që tensionohen, si do t'i përballojë arbitri këto situata. Dhe ajo që duhet të them që arbitri duhet të jetë njohur si mirë i rregullores së futbollit dhe duhet të jetë afër çdo aksioni. Edhe pozicionimin duhet ta bëjë në mënyrë që të tillë që në një aksion ku nuk e shikon kryesori do ta shikojë asistenti dhe do ta njoftojë që ndodhi kjo në këtë situatë. Pra arbitri duhet në rast se futbollistët kanë ato detyrat e tyre taktike në fushë, arbitri duhet të vrapojë në të gjithë fushën dhe të pozicionohet atje ku është aksioni. Ndaj themu që do një përgatitje të mirë fizike dhe një përgatitje absolutisht të mirë nga ana psikologjike të jetë arbitri. Ndaj them që nuk është kollaj dhe lehtë që të bësh arbitër, po me punë, me përkushtim, me pasion, them se bësh një arbitër i mirë dhe drejton mjaft mirë një ndeshje e futbollit. Të çfarëdo lloj kategorie dhe të çfarëdo lloj niveli qoftë ajo. Le të themi domethënë që kushdo që ka pasur dëshirë dhe ka pas me qejf, pasion, po. Me pasion të bëj këtë punë, nuk është se nuk ka arritur diçka. Gjithë kanë arritur sipas se në fundit domethënë kemi edhe unë ndjoj shpesh kur bisedojnë për tavolina ose në për rreth shoqërore, po a shkoj dot unë superiore, për sa kohë shkoj superiore? Tani këto janë ca pyetje domethënë arbitrat e rinj, domethënë që kanë atë egon për të bërë dikush po. Kjo është gjë shumë e mirë që kanë egon, por puna do të vlerësoj. Dhe puna do pa kohën e saj, jo çdo gjë mund të arrihet brenda një kohe të shkurtër. Do të japësh si thatë pajtimin, do të japësh provat tek vëzhguesit e arbitrave, ndonjëherë edhe delegatët, varësisht të dinamikave, do të japësh prova që ti vërtet e ke menaxhuar sakt ndeshjen, ke qenë korrekt në veprimet, korrekt me kartonat, pozicionimin në fushë, bashkëpunimin si shtatë pajtimi me asistentët, kështu që me arbitrin e katërt, bashkëpunimi me komunikimit bashkëpunimit, po. Ka shumë lëvizje gjatë 90 minuta që duhet të bëjë arbitri, sidomos arbitri kryesor, sepse asistentët janë pak më të kufizuar se gjysmën e fushës kanë dhe kanë pjesën e zonës së tyre dhe pozicionet e jashtëje. Ajo që doja të shtoja unë, ne shikojmë Tomi në ndeshje ndërkombëtare që shikojmë në televizor, tani edhe arbitri duhet të vendosi në të qindën e sekondit për vendimin që duhet t'i japi. Dhe nganjëherë mund të japi dhe gabim se ashtu e shikon. Domethënë nuk e shikon. Ne shikojmë në VAR që e kthejnë VAR-i 3-4 herë, themi me vetë tonë të gjithë që shikojmë sport, themi e pas ka patur të drejtë ose e pas ka pasur gabim. Që kështu është një punë aq e bukur, por edhe punë e vështirë për të drejtuar një ndeshje futbolli për të bërë arbitër. Shkalla e vështirësisë pajtim si arbitër është ti je pjesë e arbitrimit si gjyqtar kryesor apo si asistent në krahun e majt o djathtë, si gardalim po i quajnë. Ansor. Shkalla e vështirësisë kuptohet që e ka gjithë peshën dhe e ka arbitri kryesor. Sepse sa rëndësishëm është bashkëpunimi i ansorit me kryesorin? Është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi. Dhe bashkëpunimi dhe drejtimi i ndeshjes është shumë i rëndësishëm. Jo, kjo është bashkëpunimi midis asistentëve dhe arbitrit kryesor është shumë i rëndësishëm. Pesha kryesore kuptohet se birbilin e drejton arbitri kryesor. Asistenti mund të japi një vendim, po ndeshjen drejton kryesori. Ajo që edhe ti dhe duhet të theksoj që bashkëpunimi ka shumë rëndësi. Kur japin vendimet, duhet të jenë në unison me njëri tjetrin, që mos të kenë kontradikta vendimi i asistentit me vendimin e arbitrit kryesor. Kështu që doja t'i përgjigjesha pyetjes tënde që peshën më të madhe e ka arbitri kryesor. Dhe nga ana e përgatitjes fizike, arbitri kryesor mbulon të dy fushat, kurse asistenti të paktën mbulon vetëm një gjysmën e fushës, aty krah. Po kështu duhet të bashkëpunoj mirë edhe me arbitrin e katërt, se ka
ka situata në fushë, sidomos ka në fusha të tensionuara që nuk i shikon as asistenti duke patur vëmendje te ndeshja tek sulmi për pozicionet e shloje, ka raste që dhe bankinat ka hapin probleme dhe pjesa jashtë shkallëve hap ndonjëherë probleme që duhet njoftuar arbitri kryesor për të ndeshjen. Mund të jetë situata nga më të ndryshme. Ndaj them që bashkëpunimi midis gjyqtarëve për të drejtuar një ndeshje për ta nxjerrë atë sa më mirë është i domosdoshëm. Anel, për ta mbyllur me pjesën e arbitrimit, përvoja juaj nuk është e vogël, do të thoja, si delegat apo jo. Vajtët vite që jeni pjesë e delegatëve në të paktën në kategorinë e parë dhe dytë apo jo. Ku keni parë veten më ngushtë lidhur me situatat që mund të sjell arbitrimi i, po them, në thosha i gabuar, me ato që reflektojnë në fushën e lojës nga faktorët e tjerë, flasim nga futbollistët apo nga stafet drejtuese. Qartë. Duhet të kuptojmë në radhë të parë që një vendim arbitri nuk është se ato vendimet e diskutueshme që ne i quajmë nuk është se janë të interpretueshme nga të gjithë njerëzit. Edhe në përgjithësi ato reagimi që sjell apo pakënaqësia që sjell një vendim në te pjesa e spektatorëve, natyrisht krijon dhe tension, krijon dhe ndonjëherë dhe dhunë, siç kemi parë. Por kemi parasysh që interpretimi i një vendimmarrje është shumë teknik. Që do të thotë vërtet spektatorët kanë një pakënaqësi, kanë një reagim, po teknikisht nuk e kanë kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe pse është marr ai vendim. Kështu që në këtë kuptim kemi pas raste jashtëzakonisht, do të them edhe të vështira, kur si shtatë pajtimi i detyruar ndonjëherë të vëzhgosh pjesën tjetër të fushës, ndërsa aksioni luhet në krahun e majt, i jep detyruar të vëzhgosh ngjarje që mund të ndodhin në krahun e djathtë dhe që askush mund mos të shkojë mendja se mund të ndodhin aty. Kështu që në këtë kuptim natyrisht që këtu pastaj vim dhe pak tek pjesa e masave paraprake përpara zhvillimit të kam një temë për ta diskutuar në fund të emisionit, marr shkas nga derbi midis Partizanit dhe Tiranës. Por nëse keni gjë tjetër për të thënë për të nisën të parë që unë thash për të pjesë të parë të emisionit me arbitrat, një apel, çfarë mund të ketë për të arbitrat të rinj që kërkojnë të bëjnë arbitrët, çfarë duhet bëjnë dhe sa profesional dhe korrekt duhet të jenë në gjykim. Jo, unë do të shtoja këtë thirrje do të bëj sidomos pjesën e flasim të qytetit Gjirokastrës, duke qenë se unë kam qenë pjesë e kolegjumit Gjirokastrës. Sot aktualisht kolegjumi Gjirokastrës ka nevojë për çuna të rinj, për djem të rinj që të vinë të fillojnë dhe të bëhen arbitra. Të jenë të sigurt që do trajtohen mjaft mirë nga grupi i vjetër që ndodhet aktualisht dhe do futen në seanca përgatitore, do fillojnë ato seancat e tyre të teorisë, nuk ka ndonjë shpikje teorie, është rregulluar e lojës futbollit. Rregulluar e lojës futbollit janë të gjitha me literaturë që duhet i lexojnë dhe të shikojnë, është praktika që do vendosin në fushë dhe natyrisht përgatitje fizike. Dhe bëj thirrje që kush ka dëshirë dhe kush ka të mundësi që të vijë dhe të bëhet arbitër. Të aplikojnë për të qenë pjesë e arbitrimit këtu në Gjirokastër dhe jo vetëm. Natyrisht, unë të shtoja që në ndjenjën time ka disa lëvizje të vogla që kanë filluar të angazhohen me pjesën e arbitrimit. Pak janë 2 arbitra të rinj që kanë filluar të angazhohen, njëri pak më tepër me eksperiencë të 2 ish lojtarë të moshave të ekipit të luftarit. Për kë bëhet fjalë, nëse e në dieni? Nuk kam i qartë me emrat, por i njoh fizikisht të dy si persona. Në këtë lloj kuptimi duhet që unë mendoj që duhet edhe një lloj kriteri që rekrutimi nuk po mos jetë vetëm sa për numër, po të ketë dhe nuk po flasim për cilësi, po të jetë pak edhe i karaktershëm apo i moralshëm. Doja të shkruaj këtë Tomi që nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit gjithmonë, qoftë për arbitrat e ri dhe qoftë për arbitrat që janë aktualisht
punë, bëhen gjithmonë trajnime qoftë në gjatë gjithë vitit. Vinë lektorë të FIFA-s nga vendet të ndryshme të Evropës dhe da i them që është kënaqësi kur shikon ka raste nga bota e futbollit, nga Champions Liga, nga kampionatet botërore europiane që hidhen për diskutim, shikohen me video, me të tëra, kështu që rritet dhe cilësia dhe e arbitrave dhe ajo që thash pak më parë, jo të gjithë nisen në stade dhe përfundojnë shumë lart, por rëndësi ka që të fillojnë të aktivizohen, ka të kënaqësinë e saj dhe loja futbollit. Njësoj si futbollistët, jo të gjithë futbollistët bëjnë yje. Kështu edhe arbitra. Prandaj edhe një herë po them që u bëj thyrje çunave që kanë dëshirë që çunat jo vetëm çunave, pse edhe vajzave. Edhe goca. Edhe gocat. Sot aktualisht duke rritur niveli i arbitrimit shqiptar, ne kemi shumë arbitra të FIFA-s që po drejtojnë Europa League, në Conference League, në ndeshje ndërkombëtare. Po kështu edhe arbitre femra që kanë dhe sistemin e FIFA-s. Dhe rasti i fundit që unë isha vëzhgues, asistenti janë në ndeshjen e kategorisë 2 ishte asistente që kishte sistemin e FIFA-s. Mes Orikumit dhe Butrinit që ishte këtë javë. Edhe njëra nga asistentet ishte femër dhe mban sistemin e FIFA-s. Kështu që jo vetëm ajo që theti çunat se dukemi sikur bëjmë dallime, po edhe gocat kush ka dëshirë që të fillojnë dhe të kërkohet një masivizim, po themi, për të qenë sa më pranë futbollit si edhe çunat edhe gocat. Më fal, po. Sepse zhvillohet aktualisht dhe kampionati i çunave dhe kampionati i femrave. Unë do ta shikoj edhe pak edhe në interes të klubeve, se ndonjëherë shprehemi që në çfarë aspekt? Interesi i klubit konkretisht, në aspektin që gjithmonë pyesin nga janë arbitrat. Në qartë. Janë nga Vlora, janë nga Tirana, nga Gjirokastra, nga përfaqësimi i një qarku apo një qyteti është gjë pozitive sepse fundi domethënë jo vetëm që ke dikë nga qarku, por në ndeshjen e radhës arbitrat do të jenë përse Gjirokastrit, pastaj do të Gjirokastrit do të shkojnë në Tiranë, ata tiranësit vinë në Gjirokastër e kështu me radhë. Pra, është një lloj, si thua, jo lloj interesi drejtës drejti, po një lloj indicie, një lloj ndikimi pozitiv. Jo presion, një lloj ndikimi pozitiv për të reklamuar edhe vendin dhe qytetin, po dhe pak atë pjesën e futbollit që apo ata njerëzit që merren me pjesën e futbollit, ndër të cilët janë edhe arbitrat. Mendoj ta mbyllim këtë pjesë të arbitrimit, edhe ishte kënaqësi që më dhatë jo për mua, por për gjithë televizionistit, më falni, të Gjirokastrës që çfarë bëhet me këtë nisëm bëj ju arbitër. Do të desha të ndaleshim dhe pak tek kategoria e dytë, pra te luftutari. Te luftutari i cili ditën e diel ishte pushim, ndërsa skuadrat e tjera u përballën me njëra tjetrën ku u dhanë dhe këto rezultate të cilat janë Tomori Kërcyra 1-1, Oriku Butrini 1-0, Shkumbini Turbina 1-3, Devoli Delvina 2-2, Maliqi me Maliaj 5-0. Po dalem të ju pajtim sepse e tha dhe pak më lartë që ishit pjesë e vëzhguesit në takimin mes Orikumit dhe Butrinit. 1-0 ka fituar Orikumi. Jo si specialist, por thjesht si sportdas, po të them në këtë rast, çfarë pati ka jo ndeshje? Duke qenë se unë isha i caktuar si vëzhgues nga Federata Shqiptare e Futbollit këtë ndeshje, në lidhje me ndeshjen dua të them që ndeshja ishte një ndeshje e bukur, sepse të dyja ekipet, si Oriku dhe Butrinti, luajnë futboll, pavarësisht se militojnë në kategorinë e dytë që quhet. Pjesa e parë ishte pak më mirë për ekipin e Orikut, i cili arriti të shënonte edhe një gol në një goditje standarde dhe e mbylli pjesën e parë me fitore. Pjesën e dytë, me disa ndryshime të bëra nga trajneri i ekipit të Sarandës, arriti të ngri pak nivelin e lojës dhe vuri jo pak herë në vështirësi ekipin e Orikut dhe mund të kishte barazuar dhe rezultatin. Them se ishte një ndeshje mirë dhe të dyja ekipet prodhuan futboll të bukur. Doja të theksoja se kishte një numër të konsiderueshëm spektatorësh, tifozësh që ndiqnin ekipin e tyre në atë takim, sepse dihet që pretendimet që kanë të dy ekipet, si Oriku dhe ekipi i Butrintit, dhe ndaj u zhvillua një ndeshje e bukur dhe fort. Pati ato rastet për
gola, pretendimet nga trajnerët, pati dhe shumë kartona për hir të së vërtetës. Raste për Moviol, kishte goxhat. Raste për Moviol kishte shumë pak, faktikisht se arbitri menaxhoi mirë ndeshjen. Rasti i Moviol, gjyqtari kryesor që Menkshi nga Tirana. Dhe asistenti e thashtë pak më para që asistenti e FIFA-s Kume nga Elbasani. Kështu që si të thuash treshe mikse, po kartonat u dhanë me aq sa gjykova u dhanë me të drejtë dhe 2 kartona të kuqe u dhanë për plotësimin e 2 kartona të verdh. Për protesta u ndëshkua 2 herë me kartona të verdh trajneri i ekipit të Orikut. Gjithashtu dhe një lojtar prapë i ekipit të Orikut për ndërhyrje të parregullta, një karton në pjesën e parë dhe një në pjesën e dytë u ndëshkua me karton të kuq. Them se ishte një ndeshje e bukur, një ndeshje e luftuar nga fillimi deri në fund të takimit, po fati buzëqeshi Orikut që të mirë të 3 pikë. Për aq sa ju keni ndjekur pajtim këtu në Gjirokastër dhe jo vetëm luftutarin, është Orikumi rreziku potencial i luftutarit për të i sfumuar atë ëndër që jo ëndër, po dëshirën objektivin që ka luftutari për të ngjitur në kategorinë e parë? Do të thoja është rivali drejt për drejt i luftutarit? Është ajo që them, po të shikosh renditjen e ekipeve, Oriku i bie që të jetë, flasim vetë rezultatet, i bie që të jetë rivali drejt për drejt i luftëtarit. Po kjo nuk do të thotë se edhe ekipet të tjera që, domethënë një pjesë, jo të gjitha, një pjesë e ekipeve të kategorisë dytë që mund të rivalizojnë dhe mund të hapin punë si Orikut dhe luftëtarit. Si rasti që thash është Saranda, Butrinti, që ka dhe ajo objektivat e saj. Ka ekipe si pas tabelës klasifik, po janë 2-3 ekipe, po Oriku mbetet gjithmonë ekipi kryesor që do jetë deri në fund të kampionatit, derisa të zhvillohen ndeshja direkte midis Orikut dhe luftëtarit. Do të jetë një që na ndjekin na pas luftëtarit. Po, normalisht që po. Anel, nuk e di opinionin tuaj për luftëtarin e Sovjetum, sepse është kënaqësi që vjen në studio për këtë sezon të luftëtarit. Si e ke pa luftëtarin? Për hir të së vërtetës, ne na ndodh që gjatë ndeshjeve që luftari luan brenda, edhe për shkak të angazhimeve të tjera, të mos jemi edhe për të parë. Po keni ndjekur ama në rrjetet sociale, keni ndjekur? Absolutisht, po si të gjithë. Si një djalë gjeografi që e do luftari. Shiko, unë kam shumë kritika për ekipet në përgjithësi, përfshi dhe luftari. Po. Megjithatë për të qëndruar pak më afër. Ja, regjia na mundson dhe pamje nga takimit e luftëtarit ndeshjet e shkuara. Kjo është ndeshja e fundit Mendja me Maliqin. Me Maliqin 6-1 fitoria e luftëtarit, po. Për të qëndruar pak më afër situatës, një pjesë e mirë e ekipeve gjatë sezonit gjatë merkatos së janarit, përmjet 2 fazave, kanë bërë një merkato, kanë bërë blerje, janë përforcuar, duke marrë lojtar, duke përpjekur të marrë lojtar cilësor, sepse dihet që merkato janari është edhe pak e vështirë për lojtar cilësor. Vetëm për kategorinë e dytë apo të parë, madje edhe për superiore, sepse vetë objektivat e janë indikatorë lojtarë cilësor që mund t'i afrosh. Vetë objektivat e ekipeve nuk të lejojnë që të kesh të lëshojnë lojtar cilësor. Megjithatë, do thënë, nuk e din nëse luftari ka pasur përforcime. Luftari ka bërë 4-5 forcime. Që në ndeshjen e fundit treguan se kanë, domethënë janë ata të durit që vërtet ekipi drejtuesit e luftarit nuk kanë gabuar kur i kanë afruar. Kjo është shumë pozitive. Unë jam i mendimit që trajnera duhet të bëjnë një punë më cilësore në drejtimin e afrimit të lojtarëve. Sepse jo vetëm që njohin problematikën e ekipit, nevojën ku ka, por për hir të vërtetës këta janë trajnera me një farë eksperiencë që dhe aty në ekipet ku kanë qenë, kanë pasur kontakte, njohin lojtar goxha, qoftë nga kategoria e parë, qoftë nga e dyta, të cilët mund t'i afrojnë në ekipe. Dhe trajneri është pikë shumë kyçe në ekip. Trajneri është menaxheri i ekipit, nuk është as drejtori sportiv, nuk është as trajneri. Nëse ti ja lë punën ta bëj trajneri, ekipi do të eci. Nëse duhen të përzihen disa gjëra, pastaj është histori tjetër. Po nëse një ekip do të eci, ja lësh punën të bëj trajneri, natyrisht me mbikëqyrjen e stafit. Dhe kjo do të sjellë rezultat, sepse siç thash edhe një herë, këta janë trajnerë që kanë eksperiencë, kanë stërvitur lojtar vazhdimisht, kanë njohje
ndoshta dhe jashtë Shqipërisë, me menaxher dhe jashtë Shqipërisë, kështu që ka mundësi të afrojnë edhe ekipet tjera, siç kemi parë edhe në ekipet e kategorisë 2 që kanë, sidomos to ekipet që kanë një farë pretendimi që kanë lojtar të huaj, por ama janë cilësor. Siç ka pasur Gjirokasa, luftari dikur. Unë do të shtoja Tomi që ndeshja e luftëtari me gjithë pretendimet që ka për të ngjitur në kategorinë e parë, duhet i marrë një nga një me radhë dhe doja të thosha që nuk duhet të nënvlerësoj asnjë ekip, sepse kur luan këto kategori kanë një specifik, kur losin në fushën e tyre dhe ekipe që janë në tonjza të dobta të hapin probleme. Këtë desha të thoja. Faktori fush në kategorinë e dytë nuk merret konsiderat, sepse skuadra vendese është destinuar të fitojë apo jo. Po pra, ndaj them që luftëtari duke marrë ndeshjet, e kanë parë dhe kalendarin, duke marrë ndeshjet një nga një, duhet me të hyj me këtë që të mbarojnë ndeshje, mos të shikojë se kur të përplasem unë me Orikumin që thamë që parë që është pretendenti kryesor për të zënë kreun e tabelës së klasifikimit. Dhe janë disa fusha të ekipeve të kategorisë 2 që mund të hapin probleme dhe po të lësh një pikë, kjo të penalizon shumë, se pastaj do ke shumë luftë, ke humbur goxha. Ai them që duhet i marrë, kam parë dhe kalendari në fakt për luftëtarin është i favorshëm. Për ashtu ndeshjen që është drejt për drejt me Orikun që është në fushën e Orikut, javën e parafundit. Kështu që ne shpresojmë që të ecim mbar dhe të arrijë objektivin që i kanë dhënë vetë stafi drejtues. Mua më bën përshtypje vetëm rezultati Devolli Delvina 2-2. Ju e keni ndjekur patjetër, të dyja skuadrat e keni ndjekur se u ka dhënë mundësia për t'i vëzhguar dhe delegatë është surprizë ky rezultat 2-2 në Devoll me Delvinën? Unë do të thoya që nuk është surprizë. Po, në mendimin tim dhe unë këtë opinion kam, sepse Delvina ka krijuar një ekip solid, një ekip simpatik e shumë lojtar cilësor. Shumë lojtar cilësor, ka afruar edhe në janar lojtar cilësor. Delvina krijon goxha volum loje. Krijon një volum loje, krijon një, si thua, ka një lloj qasje tjetër ndaj dëshirës për të shpalosur lojë të bukur. Po në fakt edhe ekipin e Devollit, i kemi parë edhe Devolli ka të njëjtën qasje. Madje unë më ka rasist në ekipin e Devollit që kemi parë dhe gola, unë kam parë dhe gola që në kategori 2 nuk i shef. Krijojnë. Të dy ekipet prodhojnë lojë dhe nëse aty, domethënë, ajo ndeshja, ajo përplasje ka qenë është më se korrekte, rezultati është më se korrekt. Pak në pamjet e parë, duke përjashtuar faktin që mund të kemi pas raste dhe si ka shënuar gjë që ne s'kemi mundësi të shohim, por në pamjet e parë rezultati është shumë fair, është ky që duhet jetë. Unë do të shtoja se Delvina në këtë kampionat nuk është më Delvina që ka qenë kampionatet e tjera, sezonin e shkuar, që 2-3 kampionate rrezikonte të dilte në kategori dhe ishte shumë dobët. Si vjet ka bërë një ekip simpatik, prodhojnë futboll, lozin shumë bukur futboll dhe ka arritur të marrë rezultate dhe me sa kam nga drejtuesit e ekipit kanë ata pretendimet e tyre për të hyrë në atë zonën e katërshme. Kështu që nuk është ndonjë surprizë që ka dalë rezultati Devolli dhe Delvina me atë rezultat barazim 2-2 në fushën e Bilishtit. Duke marrë parasysh edhe ekipi i Butrinit ka ato pretendimet e veta, unë kam qenë delegat në ndeshjen Delvina Butrinti, ndeshje shumë e luftuar. Rezultati i buzëqeshit i Delvinës, po një ndeshje shumë e luftuar, një ndeshje, domethënë 2-1, një ndeshje shumë e luftuar, shumë e bukur për të parë, por edhe shumë fair për nga sjellja e stafeve me njëri tjetrin, për nga sjellja e lojtarëve me njëri tjetrin. Një ndeshje paqësore luajtur interpretuar në jo një ndeshje paqësore, një ndeshje luftë, quhet sigurisht miqësore pastaj. Jo paqësore kuptimin e fitës. Një ndeshje e luftuar jashtë mase në fush, ku nuk kishte të falur si thua edhe kërciste shenjë të thua në gjuhën popullore, por ama duke që të dy ekipet kishin një lloj instruksioni për të mos krijuar incidente me njëri tjetrin. Kjo që e evidente dhe është gjë shumë pozitive në qasjen në futboll, sepse futbolli nuk luhet vetëm për pjesën e fushës. Ne do dalim edhe tek pjesa e derbit Partizani Tirana, futbolli luhet dhe për
spektatorët dhe çfarë përcjellti në fush automatikisht është kalohet në formë emocionit e pjesa e spektatorëve. Kështu që në këtë kuptim nuk pati as incidente dhe në diçka e vogël që mundej të krijojë menjëherë me atë fair play-n e ekipeve me njëri tjetrin, këto neutralizohen sepse përcjellin pozitivitet në përshkallë. Në shkallët e stadiumit. Renditja pas javës 14 është si me poshtë. Kryeson luftëtari Orikumi me 32 pikë, një ndeshje më tepër, 13 ndeshje Orikumi, 31 pikë ka luftëtari me 12 ndeshje, Devoli ka 25 pikë me 13 ndeshje, Tomori 23 pikë me 13 ndeshje, Butrinti 23 me 13 ndeshje, Delvina 12 takimet 17 pikë, Baliqi 12 ndeshje të lojtura 13 pikë, Shkumbini 13 ndeshje me 13 pikë, Turbina 13 pikë 10 ndeshje të lojtura, Kërcyra 13 pikë 13 ndeshje 7 pikë dhe Memalia 13 ndeshje 4 pikë. Një tabele ngjeshur do thoja nga vendi nga vendi 4-t, jo, nga vendi 5 dhe për të vazhduar më pas me zonën e ftohtë, ku Shkumbini, Turbina, Kërcyra dhe Memalia janë në zonën e ftohtë. Si e shikoni këtë tabelë klasifikimi? Po zonë e ftohtë këto ekipe sipas kësaj Tomi janë ekipe, faktikisht i kanë parë disa ekipe, Kërcyrën dhe Memaliajn, edhe Shkumbinin, domethënë ato që kanë prodhuar. Po pse jo dhe Delvina, që është në vendin e 6 me 17 pikë? Është diçka më ndryshe Delvina. Dhe nuk rrezikon Delvina për të atë që thash më parë, Delvina pretendon që të ngjitet akoma më lart me atë ekip që ka. Kështu që pjesa këto 4 të fundit janë ekipe që luftojnë me njëra tjetrën për mbijetesë. Memalia duket disi është shkëputur dhe kalendari me sa kanë parë është gati për mosën që ka kapitulluar. Është shpejt për të folur, po nëse ka javë të tjera, po them se me ato renditje që ka, them se e ka prerë biletën. Ndonjëherë në futboll ndodhin edhe gjëra të çuditshme, po besoj sidomos në këto kategori nuk ka që lëshojnë shumë. Unë do të shtoja vetëm kaq që përveç renditjes që siç tha dhe pajtimi është e ngjeshur. E ngjeshur dhe ka, domethënë, pak a shumë ka një lloj opinioni, le të them, mund të nxjerrim një lloj opinioni, por përveç kësaj unë do të thoja edhe diçka tjetër. Këto ekipet e kësaj kategorie janë shumë të vështira për të mbajtur sepse buxhetet janë e bashkive janë shumë të vogla, janë bashki të vogla pa buxhet. Janë dhe bashki të vogla pa buxhet absolutisht dhe kushdo që merret me këtë punë, kushdo që i mban këto lloj buxhetesh, unë ja kam shprehur dhe personalisht këtë janë heronj. Bën sakrificë, po. Sepse po mbajnë një lloj sporti nëpër këto qytetet e vogla e tyre ku mungon çdo gjë tjetër përveç futbollit. Dhe prandaj ata kanë dhe ndonjëherë shprehin e pakënaqësi gjatë gjykimeve që ndodhin me të drejtë, sepse sakrifikojnë jashtë mase dhe pastaj thotë tjetër më hëngri haku, thonë sa unë kam sakrifikuar kaq shumë. Ndërsa në ekipet e mëdha edhe kjo dhe aty është, sepse dhe ato që kanë buxhetet më të mëdha dhe ato duan pikët. Por ka një lloj qasje më tjetër ndaj një tolerimi, mirëkuptimi, le të themi, ndaj ndonjë vendimi jo shumë të korrekt, ka një lloj mirëkuptimi sepse mund të zhjidhet diçka që riparohet gjatë rrugës, ndërsa këto ekipet që janë me buxhet të vogël kanë vështirësi në organizim, ka mungon infrastruktura, mungon njerëzit, mungon burime njerëzore, mungon lojtarët. Domethënë dhe këta arrin mbajnë si thua, domethënë me para të xhepi, le të themi, në një farë mënyre. Sakrificë të madhe. Sakrificë të madhe. Për mua janë heronj, unë ja kam shprehur edhe personalisht, pavarësisht domethënë problematika që dalin gjatë ndeshjes, që ajo është histori tjetër, domethënë. Çka do të thotë që kryetarët e bashkive janë vërtet heronj që mbajnë këto skuadra me këto mundësi që kanë. Nuk është se mbajnë. Ja po të them unë, janë heronj, janë dhe në hall. Po, sepse që të mbash një ekip futbolli ka shumë shpenzime aty që ta dhanë ti. Dhe bashkit janë bashkit vogla. Dhe luftëtari po, ka luksin e madh që ka një bashki të tillë që me shumë të paktën luftëtari Gjirokastër është bashki e madhe, po flasim për Kërcyrën, flasim për Memalien, flasim për Tepelenën, për Metin, që janë këto Delvina për shembull. Kurse Saranda është bashki goxha, ka buxhet tjetër është më e madhe. Dhe ka edhe ekipin, kuptohet që ka edhe infrastrukturën e të gjitha, ato i ka shumë herë më mirë. Po këto bashkitë e vogla që përmenda, përveç sakrificës është një hall që për të mbajtur këto ekipe
në ndeshjet e futbollit, mbajtur ekipet e qytetit në një kampionat futbolli. Edhe ndaj them që kryetarët e bashkimeve kur nuk kanë dhe sponsor, se ka ekipe për shembull që mund të kenë dhe sponsor privat. Po. Kurse këta në këto bashki nuk ka as bizneset fuqishme që të ndihmojnë. Kështu që ngelet përveç se sakrificë ngelet edhe një hall për këto. Për të mbyllur pjesën e luftëtarit, se jeni të dy gjirokastrit dhe na dhimbse të luftëtari ashtu si dhe unë, java e 15 rezervohen këto takime. Me Malia luftëtari, Turbina Tomori, Delvina Oriku, Butrinti Shkumbini, Kërcyra Maliki dhe Devolli Shpushim. Cili është takimi që u lë më shumë impresion për sa do rezervoj tek rezultati? Është në mendimin tuaj Delvina Orikumi? Mendimin ti e përmendë vetë, kjo do të ndeshja kryesore Delvina Orikumi. Ajo do të jetë një ndeshje e bukur që do luhet dhe nuk e përcakton do rezultatin që thua që do fitoj Oriku apo do fitoj Delvina. Për mua ajo është ndeshja kryesore kësaj jave. Po, për pjesën e kreut tabelës, absolutisht kjo. Kurse për pjesën e poshtme tabelës, kemi Kërcyra Maliqi, që edhe aty do luhet për mbijetesë, le të themi. Liria Vdekje, po themi. Jo Liria Vdekje se flasim si ndryshe. Jo, Liria Vdekje në Thoxha, gjithmonë, nuk themi në mënyrën e zgjeronin që do vijë do preja. Jo, do jetë një ndeshje luftuar fort, se do me thënë që sepse nuk ekipi Kërcyrës nuk vjen ekip që ta ketë kaq afër në tabelë. Ekipet e tjera do vjen Kërcyrë, do jenë ekipet pretendente dhe nuk do lëshojnë. Kështu që në atë nivel që ka do pretendoj që duke i marrë 3 pikëshin ekipit Malikit, të paktën dhe i heq 3 pikë atij, po ngjitet edhe për vete, kështu që e ka fitore dyfish themi. Se thua është logjike që siç Oriku apo luftëtari kërkojnë pikët midis njëri tjetrit, sepse nëse është ai sa pajtimi, nëse merr 3 pikësh, ja merr kalon, ja merr kundërshtar direkt, direkt. Përveç kësaj të njëjtë praktik ndiqet edhe në ndeshjen Kërcyra Maliqi, ku aty 3 pikësh është ka vlerë në 6 pikë që e dyfish. Po, shumë domethënës. Atëre, për të dhënë fund e emisionit, kemi disa minuta për të rezervuar për Abisnet Superiore. Shkruar një derb, po themi, i zjarrt. Brenda fushës i ftohtë, në para dhe pas ndeshjes i nxehtë. Pra, kam fjalën për takimin mes Partizanit dhe Tiranës. Të dy jeni pjesë e kësaj fushe, pra për zhgus delegat, si e keni parë dhe çfarë opinioni keni për atë takim? Lidhur me masat ose, po themi, parvatjen e takimit mes Partizanit dhe Tiranës. Unë do them, Tomi, se ndeshje nuk e pash lajmet edhe nëpërmjet rrjeteve sociale që dhuna që ndodhi para fillimit të ndeshjes ndodhi midis spektatorëve. Tifozëve. Se në ndeshje futbollin ne shikojmë dy anë, për shembull mund të ketë dhunë brenda fushës, dhunë jashtë fushës. Në këtë ndeshje ka ndodhur dhuna jashtë fushës. Para dhe pas ndeshjes. Para dhe pas ndeshjes. Dhe kjo vlen të theksohet sepse nga masat që janë marrë qoftë nga ana e ekipit pritës që ishte fusha e Partizanit, po qoftë nga ana e policisë, për të thënë të vërtetën. Ka ndeshje që duke shumë fusha, shumë stadiume duke mos plotësuar këto parametrat e sigurisë dhe nuk miren përsipër nga ana e policisë. Megjithatë, atje me sa pa shumë polici, kishte një numër të konsiderueshëm të forcave policore, po ka incidente që ndodhin në këto gjë. Po ajo dua të theksoj unë që dhuna nuk ndodhet midis lojtarëve në fushë, se sot lojtarët janë koshient, janë të ndërgjegjësuar që disiplina nuk i fal dhe nuk ndodh më dhunë si ndodhte përpara në fushë. Kjo është dhunë, ndoshta të dyja ekipet, sidomos ekipi Pritës Partizani, nuk e kishte parashikuar që të ndodhej këto situata. Ndaj s'kam çështën tjetër që ka shumë fusha që jo kjo që është në kategorinë superiore e ekipit derbi kryeqyteti, po edhe në fushat kategorisë dytë që nuk ka prani të forcave policore, nuk janë me polici bashkiake, me zjarr fikse, me polici private, të cilat në raste se ndodhi dhunë, kështu që nuk të ndërhyjnë. Dhe në disa raste jemi detyruar që të marrim telefon policin, sepse policia me
ligjin e ri të sportit që është bërë nuk duhet të jetë e pranishëm brenda në ambientet e stadiumit. Duhet të bëj vetëm sigurimin e jashtëm. Se pati dhe reagimin nga presidenti i Partizanit. Vetëm në rastet kur kërkohet ndihmë e delegatit të ndeshjes, kur delegati i ndeshjes shikon që situata në fushë ose në shkallët e stadiumit agravon, atëherë ai kërkon ndihmën që të ndërhyjnë forcat e policisë. Do thoje që kjo ndeshje, si të gjitha derbet e tjera, ka pasur incidente, ku ka pasur incidente vazhdimisht, edhe kjo ndeshje pritet të kishte diçka, domethënë. Por është gjitha pajtimi që nuk, domethënë jasë dinamika e tilla që ndonjëherë nuk e pre dot nga të vjen. Në ndeshje të tjera kemi parë ndoshta shfaqje të dhunës gjatë zhvillimit të lojës ose ndoshta në përfundim të saj, në varësi të pakënaqësive që kanë për shkak të rezultatit, por kjo ndeshje ishte, domethënë ishte e dhunshme që para se të fillonte loja. Gjë që absolutisht gjë e papritur përpara. Ishte vendosur të luajë në arenën e Demave, në atë stadium që për mua mund të ishte ripar edhe ky vendim ndoshta, sepse ndoshta për shkak të pranisë së madhe të spektatorëve edhe problematikave që dy tifozërit e zjarrta ka me njëra tjetrën, mund të kishte të zhvendosur një distancë më të madhe në mënyrë që të kishte ajo mundësia e përplasjes direkte drejt për drejtit të ishte më e vogël, duke marrë masa paraprake edhe për ndarjen e tyre dhe për krijuar ato korridore e nevojshme. Kështu që po të shikoj, domethënë ata kanë filluar, dhuna ka filluar që përpara jashtë stadiumit. Që jashtë stadiumit ka pas dhunë. Pastaj momentin që tifozët e Tiranës futen në stadium, përsëri aty fillon konfrontimi. Deri përpara se të fillojë loja, detyrohet pastaj ndërhyjnë policia security, sepse siç thotë pajtimi pjesa e brendshme e rrethimit të stadiumit mbulohet me security, me polici private, domethënë, ose me forcat e policisë bashkiake që për thënë prisë të vërtetës nuk përse janë efektive në këto lloj fushash për mos të fare, sepse janë shokët e miqtë e kushuritë. Në Tiranë më ndryshe se Tirana është qytet më i madh dhe ka më shumë, po megjithatë aty ka pas reagim, domethënë edhe nga security ka pas reagim, absolutisht policia me forca të shumta ka qenë brenda në policia ka pas dhe një deklaratë, domethënë që unë kam ndjekur që për shkak të thjesht publike, për shkak të stadiumit i cili është pak i vogël për të përballuar këtë lloj kapaciteti, nuk e ka marrë përsipër organizimin e ndeshjes, por gjithsesi është e detyruar të jetë aty e pranishme për sa kohë ka një organizim. Si në të gjitha stadiumet, ka pas edhe procedime, pas përfundimit të ndeshjes ka pasur edhe disa procedime. Tre tifoz. Po, diku ka vepruar edhe gabim, sepse të jemi realistë, jo të gjithë atë pjesa që janë në policia njohin pjesën e sportit, ka proceduar për shumë delegatin e ndeshjes. Kjo është një gjë jashtë lloj sensi logjik për mosbatim të urdhrit të policisë. Delegati shef ndeshjen dhe sigurinë e ndeshjes, më thënë në varësi të se jeni tamam atje ku ju pikërisht është profesionit tuaj. E shikon ndeshjen në duke parë dhe perspektivën e saj. Kështu që nëse ai e kërkon një suport policisë, e kërkon sepse perspektiva e ndodhjes së një ngjarje ose parandalimi i saj mund të sjellë një gjë shumë pozitive, ashtu si kurse ndeshja dhe mund të çdoj, nëse ti nuk reagon në momentin e dur, ajo të shket, të ikë nga duart dhe pastaj gjithë situatat do të kesh përsëri në ngarkim. Domethënë, megjithatë aty ndeshja që goxha e fortë, u luajt bukur, rezultati në fushë, rezultati që i barabartë, pati dhe një sasi të madhe kartonash në përfundim të saj, për cilat pajtimi mund të flasim pak më konkretisht, sepse 6 fushë dhe 2 në pakina, qofse mi gabuar. Po, unë ndoqja pa kartona që ishin korrekt, është shumë e madhe të japësh kartonat e gjyqtarit, por sa që thamë më parë që trysnia që është në ambientet e shkallës ndikon vetë tensionet janë, ndikon vetë vendimet e gjyqtarit. Ndikon tensioni që është në shkallë ndikon vetë tek futbollistat, vetë lojtarët. Në një stadium ku tifozëria është korrekt, ku të gjithë janë korrekt, stafet e të gjitha, edhe lojtarët e kanë më të lehtë lozin pa trysni, edhe gjyqtarët e kanë më të lehtë arbitrojnë pa trysni.
Rastin konkret do të thoshja procedimi që ishte bërë delegatit të ndeshjes. Lexova komunikatën e policisë dhe atje pas që është proceduar dhe për mosbatim të urdhrit të punojësve të policisë. Po me sa di unë delegati i ndeshjes në momentet e para që ka ndodhur dhuna nuk ka qenë kështu, nuk e ka parashikuar që të ndodhte ajo dhunë, sepse delegati i ndeshjes një orë gjysmë para se të fillojë ndeshja, në çdo ndeshje, çdo lloj kategorie aneli është vetë që mbledh të dy stafet e të dy ekipeve dhe ai shikon të gjitha kushtet që plotëson ambienti sportiv për të zhvillimin e kësaj ndeshjes, që nga forcat e sigurisë, forcat e policisë, ambulanca dhe të tëra. Prandaj nuk e di sepse është proceduar delegati i ndeshjes. Megjithatë që një derbi që paktën me sa pam ne në fushën e lojës që korrekt, edhe gjyqtari ka qenë korrekt, nuk ka patur kontestime. Federata, Komisioni Disiplinë në lidhje me këtë ndeshje do marrë masat e saj, do ndalet patjetër dhe urojmë që mos të përsëritet më skena të tilla. Unë do të shtoja te kjo pjesë që jo vetëm që ka konstatuar të gjitha masa paraprake, të cilat sipas rregullores duhet të ketë qenë korrekte, por sepse në të kundërt nuk të jep okejin për të vazhduar, mundësinë për të vazhduar ndeshjen, nëse ai mund ta shtyjë ndeshjen edhe gjysmore, 45 minuta, domethënë sipas rregullores deri në plotësimin e masave plotësisht jetë i bindur që tani masat janë në nivelin e dur dhe pastaj mund të fillojë ndeshja. Kështu që megjithatë të thash, nuk e di arsye konkrete, vetëm komunikatën e policisë ka lexuar që thoshte që mos zbatim të urdhrit të policisë. Nuk e di konkretisht se për çfarë urdhër bëhet fjalë, sepse janë çështje të teknike shumë të brendshme që janë diskutohen aty për aty, domethënë. Brenda, megjithatë, unë do të thoja që qytetet kanë nevojë për këtë lloj ndeshjesh. Neve nuk kemi nevojë për dhunë. Nuk duam të shikojmë dhunën, edhe ne kur jemi ndonjëherë në pjesë e komisioneve disiplinore kur procedojmë ose kur reklamojmë bëni ato problematika që kanë ndodhur në konkluzionet e ndeshjes, nuk është se kemi dëshirë, edhe shpesh herë jo se edhe kur futemi ndonjëherë aty te fusha për të qetësuar, nuk është se kemi për detyrë për të bërë këtë punë, po duhet të kuptojnë të gjithë drejtuesit e klubeve që ne thjesht nuk duam që ata të penalizohen nga problematika, sepse penalitet, natyrisht, sepse mentaliteti i tyre do të sjellë një pasojë shumë të madhe për lojtarin, për klubin më mbrapa. Pastaj javët se sa javë mund dënohen, është histori tjetër që ajo mund të shtohet edhe disa javë të tjera. Penaliteti gjë që nuk është pozitive. Prandaj do thoja që ne nuk duhet të shohim dhunën absolutisht as në përshkallët e stadiumit. Pjesa e tifozorisë duhet të jetë më e qëndrueshme ndaj vendimarrjeve. Për Tirana Partizani është një ndeshje shumë historike që ka vite të tëra që ndodhë. Edhe do shumë kohë dhe mund të rinë të flasim pa fund. Gjithsesi unë u falenderoj të dy bashk, Anel dhe Pajtim. Kënaqësi që u kisha sot në studio. Miru pafshim dhe natë e miru takofshim emisionin ardhshëm.